Sot po përgatisim recetën e trileqes, por unë do të ndaj me ju recetën originale të trileqes dhe do të paraqes për ju hap pas hapi, dhe kështu do t'jeni të sigurt se trileqja nuk do t'ju dështoj asnjëherë. Për një tepsi mesatare, zakonisht kemi nevojë për 8 vezë. Unë po përdor vezë fshati, bio, dhe do të vazhdoj që t'i ndaj vezët të bardhat në një enë dhe të kuqet do t'i lëm anësh. Dhe sekreti i një brumi të trileqes së mirë është të ndarja e vezës. Gjithmonë duhet t'i ndani dhe t'i rrahni veçmës. Në këtë mënyrë brumi i trileqes bëhet shkum. Dhe tani, pasi kemi ndarë të bardhat veçmas, të kuqet veçmas në një enë tjetër, vazhdojmë njerë i rajmë me mikser vetëm të bardhat e vezës për 2-3 minuta derisa të shkumohen pak. Pasi kemi rrahur mirë të bardhat e vezës për 2-3 minuta, vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqer, unë po përdor një gotë 250 ml plot me sheqer. Zakonisht matjen e bëj me gota, kështu do ta keni më të lehtë për ta përgatitur edhe ju. Pasi e shtojmë sheqerin, vazhdojmë rrahim edhe për 3-4 minuta tjera, derisa sheqeri të shkrihet tërësisht te të bardhat e vezës. Pasi përzihem mirë sheqerin dhe të bardhat e vezës dhe duken kështu, tani është momenti kur do t'i shtojmë të kuqet e vezës. I shtojmë gjysat një herë dhe përzihem. Si përzihem pak, vazhdojmë i shtojmë edhe gjysën tjetër të verdhave të vezës dhe tani përzihem me mikser edhe një herë edhe për 2-3 minuta tjera. Dhe kështu duken pasi kemi rrahur mirë vezët. Tani do ta shtojmë miellin, por tani më nuk e përdorim mikserin. Njëjtë edhe miellin e mat me gota. Në total do të shtoj 2 gota nga 250 ml me miell. Shtojmë edhe një pak otluhur për pjekje dhe vazhdojmë përzihem tani me tel kuzhine në këtë mënyrë, si akrepat e orës. Pra nuk e ndryshojmë kohjen, në të njëjtën anë përzihem derisa të sigurohemi që të gjitha produktet tani brenda do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Tepsin ku do ta pjek trileqen, zakonisht shtoj letër për pjekje, pasi ma bën më të lehtë pastaj për ta larguar nga tepsia dhe për t'ia shtuar qumshtat. Pasi e shtojmë brumin në tepsi, duhet që ta bëjmë kështu. Dhe tani vazhdojmë në pjekje. Në furrë të parangrohur në 220 gradë, vazhdojmë me pjekjen për 25 deri në 30 minuta. Brumi i trileqes është pjekur, ka marrë një ngjyrë vërtet të artë dhe është fryrë mirë. Lejojmë që të ftofet dikon për 10 deri në 15 minuta dhe pastaj e largojmë nga tepsia. Tani që është ftofur, pak brumi e largojmë nga tepsia në kujdes. Marrim një enë më të madhe ku do ta përgatisim shërbetin e trileqes. Do të na duhen 500 ml hoplla,
por pak nga hopla do ta lëm këtu, sepse do ta shtojmë në tepsi direkt vetëm hoplën. Shumë pak. Te tepsia ku është pjekur triliqja, shtojmë pak nga hopla. Tani e rikthejmë aty brumin, por e vendosim me kokën poshtë. Vazhdojmë që ta shtojmë tani te hopla 1 litër qumësht. Si dhe qumësht të kondenzuar ose qumësht panda 350 gram. Pra nuk do ishte triliqe nëse nuk do t'i shtonim të 3 llojet e qumshtit. Përzijem mirë tani që të sigurohemi që të 3 qumshtat mbrenda të lidhen, të bëhen bashkë. Dhe tani, momenti i shërbetosjes të brumit. Dhe nëse vreni që triliqja po e thith kështu shumë shpejt qumshtin, atëherë t'jeni të sigurt se rezultati final do t'ju del i mrekullueshëm. Dhe po e vreni brenda 20 sekondave, i tërë qumshti është tërhequr brenda nga pandispanja. Lejojmë tani që triliqja të pushoj, dikon për 2 deri në 3 orë në frigorifer. Tani që është ftofur triliqja në frigorifer për 1 deri në 2 orë, vazhdojmë që t'ja hedhim karamelin. Unë zakonisht preferoj që ta bëj me karamel të blerë, sidomos kur kam mysafir, sepse nguten pak më shumë, por ju mund ta bëni edhe me karamel të bërë vetë në shtëpi. Recetën e karamelit të bërë vetë në shtëpi e kam postuar më herët në kanal dhe mund ta gjeni në videot e mëhershme. Tani e rikthejmë në frigorifer që të pushoj edhe për 2 orë tjera.